Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu lartuar thot: "Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyu al-hamid." Allahu është ai I cili zbret rreshjet e shiut, I zbret rreshjet e shiut si shpëtim, si ndihmë për robët e tij. Mbasi ata e kanë humbur shpresën, ai shpërndan mëshirën e vet te krijesat. Ai është mbrojtësi, kujdestari, drejtuesi I punëve të krijesave të tij. Dhe ai është I lavdishëm. Rreshtet e shiut janë një argument I mrekullisë së krijimit. Allahu subhanahu wa taala e ka vendosur këtë ligjësi në gjithësi, që të qarkulloj uji. Bie shi dhe furnizohen burimet në tokë, lumejt, liqenet, burimet, puset. Pastaj uji qarkullon, abullon dhe ngjitet në shtresat e qiellit. Pastaj Allahu e zbret përsëri në tokë. Kjo është ligjësi. Ky është krijimi mahnitës që ka bërë Allahu I lartësuar. Padyshim që ekzistenca e rreshjeve të shiut, burimeve ujore në tokë, është një argument I qartë I ekzistencës së Allahut dhe I punëve të tij. Është argument për ekzistencën e Allahut dhe për punët e tij. Allahu I lartësuar me diturinë e tij, me urtësinë e tij, me fuqinë e tij dhe me vullnetin e tij ka krijuar shiun dhe burimet ujore. Gjithashtu, rreshtet e shiut janë dhe mirësi nga Allahu I lartësuar për ne. Të imagjinojmë që pa shi, pa ujë, ne nuk do të jetonim dot. S'do të kishte jetë, s'do kishte bimë, s'do kishte drithra, fruta, perime, nuk do të kishte gjallësa në tokë, se të gjitha qenjet e gjalla mbahen me ujë, siç ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy." Dhe të gjitha burimet ujore në tokë furnizohen nga rreshtet e shiut. Mjafton të krahasosh një vend ku bie shi me shkretirën. S'ka shi. Pse është shkretira atje? Se s'bie shi. Pra Allahu I lartësuar na shpëton me rreshtet e shiut. Na mban jetë, por njerëzit nuk e njohin këtë mirësi të madhe të Allahut. Flas për shumicën e njerëzve. Siç ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa qalilun min ibadi ash-shakur." Pak nga robët e mi janë falënderues. Pak nga njerëzit ja dinë Allahut për mirësinë e ujit, për mirësinë e jetës, se shkak për jetën është uji. Rreshtet e shiut janë ndihmë dhe janë mëshirë nga Allahu I lartësuar për ne. Prandaj Allahu I lartësuar e quhen ghayth, shiun si shpëtim, si ndihmë, mbasi njerëzit humbin shpresën. Humbin shpresën në rreshtet e shiut. Pra janë mëshirë nga Allahu I lartësuar për ne. Është mëshirë. Allahu I lartësuar me rreshtet e shiut nxjerr ushqim për njerëzit dhe për kafshët, sepse bie shi dhe vaditet toka. Njerëzit vadisin, ujisin bimët, pemët dhe ushqehen dhe mbahen. Po ushqehen edhe kafshët. Kështu që një nga gjurmët e mëdha të mëshirës së Allahut të lartësuar është shiu. Janë burimet ujore, është ushqimi, burimet e ushqimit për njerëzit dhe për kafshët. Është mëshirë nga Allahu I lartësuar kjo për ne. Allahu me mëshirën e vet ka përfshirë gjithçka dhe ne I shohim gjurmët e mëshirës së Allahut të lartësuar. Në të vërtetë, çdo mirësi është mëshirë nga Allahu I lartësuar për ne. E një nga shenjat më të qarta të mëshirës së Allahut, gjurmëve më të qarta të mëshirës së Allahut është shiu. Prandaj Allahu I lartësuar në Kur'an e ka quajtur shiun rahmet, wa yanshuru rahmatahu. Allahu shpërndan gjithësi për krijesat mëshirën e vet. Ai është I gjithë mëshirshëm, është mëshirues dhe ai shpërndan mëshirën e vet. Ai na jep mirësi, ai na shpëton, ai na mban, ai na ushqen me rreshtet e shiut, subhanahu wa taala. Në një vend tjetër të Kur'anit Allahu I lartësuar thotë: "Unzur ila athari rahmetillahi, kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha." Shikoj gjurmët e rahmetit të Allahut. Rahmeti, në fjalë rahmetu, tregon shiun. Se si Allahu I lartësuar me shiun e ngjall tokën, pasi ishte e vdekur. Tokën e shkret e ngjall Allahu me rreshtet e shiut. Dalin bimë, ujiten pemët. Inna dhalika la muhyil mauta. Ai që e lëshon shiun, ai që ngjall tokën me rreshtin e shiut, ka fuqi të ringjallë të vdekurit. Ai ka fuqi për të bërë gjithçka.
Allahu shpëlbeft të mira, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu